Bravo Gresa. Suksese. Suksese. Pa. Va, pret një shmak. Emocione. Hajde Gresa. Edhe që ke varë muzike, s'po ma animon heq. Po përëvoj mos një këqyrë. Unë dhe zjarri për sëmbari, u sollën plot si bajraktari, shiten si kur kanë mirësi, por brenda shpirtin e kanë të zi. Ata kanë sy, por zduan të shofin, ndëgjojnë aty ku mbrohet shoki, edhe flasin me fines, ndjes e bëjnë vetë se ka një audiencë. Isha shumë optimiste, u tregova dhe naive, mendova se mirë do të kalonim, erdh i liri dhe filluam të qalonim. Bombarduan ofendime, s'kishte skuqje, veç krenime, por si do qoftë, unë prape fal, unë eci para e ty udha mbar, o i lerë ngo që centri, keni për burra e burë një ski, me këtë ras deshta të tregoj që unë i kam e ti si ki. Faleminderit. Rofse dhe ti për finalen. U bot 2. Mlatë në finale me Mozën, tek pull. 16. Shumë mire keni bo. Hajde vis. Titulli i poezis s'ka. Dhe më thënë s'kam titull. Se ka i këj mikrofonit. We are the best. Leprat i kullosim. Me qumshin e vaniljes e zem ne kosin. Crazy atmosfera. Lujm hapa dolapa. Se ne jena gangsta. Të kapa të hapa. Në klapa shishën e birës. Po na vinte puna. Po na vinte puna. Me zorë në dorë, goca edhe quna. Atë ditë kur morëm sfidën e mullarit, i myllëm thashë themet të cepi i biqbarit. Në një dorë kalashin, në tjetrën Thompsonin, mbuluar me jargon, rregullojmë mikrofonin. Në fermën VIP 3 ka plas artistliku, I'm the bad boy me qizme lastiku. Konkurrenti den. Bravo. What's up, brother? Yeah! Hey, bad boy, me qëtë pa të. Qa numri ishe mis? Qa numri ishe 16? Me qizë me lastigo. 17-a? A kujdes, vini e 17-a. Në stash këna me kërë shumë. Qëve qizës? Bënë një dy test. Prova. Mirë është. Hajde për vini, Bravo vini, shumë fort, hajde. Ki pak respekt. Tregoja ati që duar trokide, jo mua. Kopshti. O kopshti jetës që më re për pjesë. Në këtë fermë me... Më fali po tani... Shikoni ka fajnë ai. S'ka që më shiko. Filloj me një kopshti. O kopshti jetës që më re për pjesë në këtë fermë me mëngjese pët me vesë. Era për njerëz dhe kafsh në këtë shtëpi, po kur ndau punët agaj më re ti. Me duart e mia po të vadis për ditë, dhe bimët që mbollën rriten si fëmijët. Doktori trupit dhe i shpirtit jam,
por dhe çmimin për zemër e kam. Synoj çmimin, jo ty. Dorëzoll. Se e kam të shkurtër. Sigur. Në është kjo me. Hajde një duar trokitje, Jonen. Bravo Jona. Okej. Bravo Jona. Hëna dhe unë. Në dritën e hënës ledhatohem. Forma gjysëm, çdo gjë plotësohet. Dhe çdo ditë e natë plotësohet kujtesa e netëve kur trupi im pirë për te oqeanit, çdo formë jetë të hënës vërente. Shikonte, shpresonte, jetonte për vetë mohimin e ndjenës që hëna shkaktonte. A, moj hënë e bukra hënë. Ti dhe unë e mira unë, e ndjeshmja unë. O dashuri sublime hënë. Ti vëren, ndjen dhe ndryshon formën. Ashtu si unë ndryshoj ndjenën e vetmis që ti pa e ditur ke shkaktuar. Unë linda në shenjën tënde, ti më zgjodhe, unë të dua. Bravo Jona! Bravo! Hajde Moza. Jo! Ase të dalim mirë në Instagram. Aman. Le të vdes Instagram dhe TikTok. Po ikni po doni ta bëj vetëm. Po do e vet. Do mi majtë ndorë. Bravo, Roza! Të them dy fjalë për ditën e librit, sepse unë kontriboj në qendrën e librit. Libri është bashkë me shkrimin. Shpikja e shkrimit shoqërohet me librin. Librat e parë janë shkruar me dorë. Edhe në për kisha i kopionin shkrimet e religionit, i kopionin me dorë tekstet mrekullueshme dhe një nga profesionet më të bukura ka qenë i kaligrafit, ai që dinte të shkruante bukur. Po. Pastaj lindi Shtypi me Heidelbergun, pastaj lindi me Bill Gatesin, lindi online, digitalizimi i shkrimit, megjithatë ka një debat se kultura verbale ka një prioritet që krijohet duke ndryshuar sipas rrethanave dhe në transmetim merr ngjyrat e kontekstit bashkëkohor. Ndërsa kultura e shkrimit ka këtë që po u shkrua, shkrimi të mban në shkrim dhe kuptimi mbetet në shkrim. Derrida ishte i pari që e vuri re këtë kontradikt midis kulturës verbale, pra gojore dhe shkrimore, dhe nuk u pranua asnjëherë në Akademinë Franceze, por shkroi gjatë rreth këtij problemi ku momenti kyç ku kuptohet kjo kontradikt është pjesa juridike, ku ligji shpesh, zonjza e di, ligji shpesh është në kohën e shkuar, ndërsa situata është në kohën tani dhe në qoftë se gjykatësi nuk do ta japi siç e ka ligji vlerësimin, s'po them dënimin, vlerësimin, atëherë ai rrezikon të penalizohet vetë. Pikërisht në këtë diferencial të këtyre personazheve dhe të konkludimit, mund të shikohet shumë qartë një kiç i shkrimit, i cili në kanunin e Lek Dukagjinit nuk ka qenë i tillë, pasi burrat gjithmonë, ndryshe nga ligji që i sotëm që duhet të zbatohet pikë për pikë, burrat merrnin në konsiderat kontekstin dhe jepnin lehtësira ose rëndësi sipas arsyetimit verbal që ata kishin me njëri tjetrin. Tani thash diçka, mjafton? Thash diçka? Jo, shumë, Moza, shumë mirë e bëre, nuk kuptuan gjithë, po unë do doja dhe një shpjegim përse përket komedisë divine të Aligerit. Tashti unë nuk jam për këtë punë, po desha hajde ti, unë do recitoj poezinë time. Jo, se na u duk vetja si në shkollë kot, kështu se kishim pa parashtresi. Unë dash një tezë. Moza, bravo! Moza, faleminderit. Unë dash një tezë postmoderne që duhet ta keni kyç, që mos jeni të verbër pas shkrimit. Kaq tani. Dhe më fal, Moza, për të lidhur me atë që thotë është skript manet verba volant, që është latinisht, që do të thotë njëjta gjë. Pra, ajo që shkruhet ngel, kurse ajo që thuhet me gojë mund të largohet dhe mund të tjetërsohet në mënyrë likuide, po. Poezia. Poezia ime titullohet Lopa ime. Ashtu. Sa i çmendur. O lopa ime, si mentale,
me frymime të mëdha transcendentale, me gjinjë të tu plot me jetë, me vështrimin e but aq të qetë. Ke një viç me yll në ball, nga kashta e kumtrit ka dal? Oh, baluket e tua, buzët e tua, brirët e fildishta që aq fort ti dua. Ky imash tani në kujtesu premtua. Në këtë fermë, shumë firma sollon parfume, krem, byzylyk me arë, po era e bajgës sate është i vetmi margaritar. Se sa mirë si këmësu të lopa. Bravo, bravo Moza. Zemër, kështi, do t'i marrë gjitha poezitë dhe shkosh të Agaj. Dhe ndërko, Aga, të lutem na thuaj, kush është negativ, bujar se së dëgjova mirë. Tira Ermos janë ndërprej muzës atë, është... Ulu bujar se kërkoj njëri mendimin tënd, bujar, ulu aty, bujar. Hajde. Teki tizi, bujar. Moza të lutem. Do shkosh tek Agaj dhe do t'i thuash cila poezit ka pëlqyer. Dhe pse on? Jo, s'ka rëve. Dhe të lutem Aga, na thuaj, do ta presim verdiktin e Mozës këtu apo do shkojmë në shtëpi? Këtu. Ja një minutë po. Do kuajtë këtë kusho këtu. Jo! Atëherë, Aga, do presim këtu apo do ikim në shtëpi? Okej, ikim në shtëpi. Faleminderit për këtë mbrëmje. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Nesër paragon këtë kretë në mbledhen atë. Vera mbaroi, kështu që... Liri s'ke do bëjt për qetësus dhe një... Tërshua më lonë ushtarë jeta, si thu? Jo, t'jenë një kujnë. Që është jemi më vajtë? Qa? Eksperiencë shumë lartë kjo eksperiencë. Ashtë. Eksperiencë. Është e rëndë, është e vështirë, ka më ballë më e vështirë. Gjithë jetën. Po. Do bëjt shumë e vështirë. Po si nuk e kuptova? Po ishim dyshime që do flisë për vete, po do unë fola për vete që jemi rregullt. Se pjutasarë na do kuptoj ajo. Ndjenja jote është. Kush është Lulja dhe kush ishte Vdokse? Lirina. Shumë bukur gjithë. Me shku një të shkejt. Des mikrofonin. Opa, erdhe. Si jeni mirë? Mua më ka pëlqyer shumë. Mua më ka pëlqyer shumë. Ti gjithë çmimin Sara do ta fitoj, ti gjithë. Ik bëshilla imja? Ishte stili i Sarë, si ishte bërënd. Ja, mama, se a fut ka se bukur ishte. Jo, më prisja... Nuk do ta bëja më të thellë, do ta bëja si përfaqësore. Sa gjëra të thella dje. Thash dje, ti si ishe dje, prandaj e thua këtë. O do bëje poezi për dikë, o do bëje poezi për dikë, o do bëje poezi gjithë për Në tonë. Ne ishim në një... Ne ishim gjithë përfshirë. Ik pra, kemi gjë tjetër. Ishte pak çfarë? Në të njëjtën... Ju do fitoj o gjëra, jo. Jo, ajo ishte që me gjërat që më kanë rënë. Aty ishte. Ti fole mikut, unë i fola maskave. Po ishte ti dhe një mesazh dikujt, unë i dhash një mesazh. Ti dhe jashtë, unë dhash brenda. Po ajo ishte. Në një linjë, ka qenë. Edhe më ka pëlqyer. Edhe jotja. Përmes fjesbarit, a kupton, hiperbolizimi, maska dhe njerëz. Ishte fantastike. Maska dhe njerëz. Fantastike. Respekte. E jot jam kënaqur. Tekst dhere. Ajo është tekst realiteti vllai se ti u çava me specën ke beach bari. Ngelen ke beach bar. Pres bashkëpunime nga çunat. Pajtove keq. Mos ta bi kur me ty.
Kur të bëjmë këtë? Ko falje? Poi scusami. I'm sorry. Jo, unë qesha me mimikën, se dhe ti vetë së mbajtë.